Ne dim që kastraveci përdoret sa më mirë të jetë bio dhe të jetë kështu si që është, për shembull, si që është feta e kastravecit, që ne vendosim të syve. Unë zakonisht kastravecin e vendos në ngrirje. E la aty dhe ai bëhet i fort dhe është fiks një masazh për pjesën poshtë të syve, përveç se që të ul ënjtjen, të qetëson dhe ato, të qetëson ato skuqen, të gjitha me radhë, kështu që ku ka më mirë. Tani, është i mirë edhe për pikat e zeza. Kështu që këtë maskë ne po e bëjmë shumë për pikat e zeza. Super. Marim... Çfarë duhet tjetër, sepse çdo element, çdo produkt kombinohet mirë me produkte të tjera. Atëre, marim e grim sallatorin ose kastravecin. Unë tani po e shtyp kështu me dorë. Po demonstrojmë direkt, ne? Po heq lëngun. Ndoshta një nap mund ta bënte më tepër punë, por ja dhe kështu në mënyrë të thjeshtë. Këtë lëngun. Kemi përftuar, pra lëngun, mund të përgatisim në shtëpi edhe më shumë, sepse një herë përgatisim dhe kemi aty në... Tu kemi grir aloe vera, si gjithmonë që kemi marrë nga vazo. Sa ngjyrat bukura. Klorofil. Dhe vaj kokosi. Që kemi aty. Pra, lëng kastraveci, gel aloe vera naturale. Atëre, raporti është 1:1, sepse ne tani kemi bërë edhe për efekt shpejtësie. Ajo është 1:1, një lug lëng kastraveci, një lug vaj kokosi dhe një lug gel aloe vera. Tu ka aromë freskie. Po, këtë tani e përdorim në darkë, lyejmë fytyrën. Do ta lëmë fillimisht që të qëndrojë. Jo, kjo nuk ka nevojë. Kjo nuk ka nevojë që të qëndrojë, kjo është ndoshta në frigorifer, apo kështu siç është? Kjo një javë është e përdorshme. Thjesht e vendosim në frigorifer. Një mënyrë tjetër ndoshta mund të jetë edhe edhim te një shishe vogël, po, me pikatore. E marrim kështu siç është. Dhe e kemi për ditët e tjera, ndoshta. Duke e vendosur pastaj në kështu. Pika. Vendose, se ne tani zihemi të kush do të vendosim. Kështu do të jetë. Shikoje. Një krem hidratues. Shiko që efekti ka. Për lëkurën, për duart, për fytyrën, për dekolten, krejtësisht natyrale. Nëse këtë, le themi, kavanos të vogël e vendosim në frigorifer, për shkak të vaj të kokosit, a i dhe mund të ngri dhe është më i përdirë. Jo, po prap nuk ngri sepse nuk e lë as lëngu i kastravecit, as aloe vera. Do të mbushim plot, që ta kemi për gjatë gjithë javës, t'ja sugjerojmë mikeshave dhe me pak shpenzime, të mos shkojmë drejt serumeve, kremrave që përmbajnë kimikate. Pa dyshim që në treg ka edhe përbër edhe produkte natyrale, sigurisht që i mëshojnë kësaj fushë, por i kemi kështu nga shtëpia të përgatitura vetë si kur na shijojnë më tepër. Pra edhe një herë, i përmbledhim, lëng kastraveci për kremin, dhe kremin ose gjelin aloe vera, dhe vaj kokosi. Një treshe e kombinuar më së miri. I vendosni në një kavanos ose një pikatore të tillë dhe keni si në formë serumi hidratuse për lëkurën tuaj. Mos harroni të përgatisni edhe vajin e kastravecit. Në një gjendje tjetër, në një gjendje të tharë dhe më pas mbi të vendosni një vaj mbartës për të realizuar vajin tuaj të flokëve. Mund ta përgatitim që tani dhe ta kemi për plazh. Po, është ideale. Unë të falenderoj, mos harroni të dyja këshillat, recetat e Albanës dhe bisedojnë që zhvilluam pak më herët me Altin Jokën, do t'i keni në kanalin tonë në YouTube Breze Dielli. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj. Ditë të mbarë, Stella. Faleminderit juve.